Përshëndetje për gjithë, sot do përgatisim së bashku një recetë të lehtë me përbërës të thjeshtë, një recetë verore, kungullesha me kos dhe vezë. Përbërësi kryesor që kësaj recete jep shije është jogurti grek që është nga Union SHPK. Për këtë recetë nevojiten kungullesha, kemi vaj ulliri, hudhër të shtypur, një vezë, një lugë gjelle miell dhe krep sipas shijes. Fillimisht ngrohim vajin e ullirit. Kungullesha do i fërgojmë për pak minuta duke i përzier me kujdes që ta ruajnë formën. Ndërkohë derisa të fërgohen kungullesha, do përgatisim harxhin. Tundim një vezë, tek veza shtojmë rreth 300 gram jogurt grek apo kos të kulluar. Shtojmë një lugë gjelle miell, shtojmë një thelpi hudhër të shtypur. Në fund shtojmë krep sipas shijes suaj. Pasi kungulleshat janë fërguar për rreth 10 minuta, shtojmë harxhin e përgatitur apo masën me kos. Pasi kemi hedhur kosin, e ziejmë edhe për 8 deri në 10 minuta derisa të fitojmë këtë konsistencë. Siç u thash në fillim, këtë recetë mund ta përgatisim së bashku. Në fund shijojeni.